televizon dhe në radio televizionin e Kosovës. Për 10 javë kemi garuar, kanë garuar konkurrent të shumtë në rrugtimin e tyre për të bërë yll. Kemi kaluar në etapa tjera të zhvillimit të këtij spektakli. Sa po ndoqet vallëzimin e mrekullueshëm që vjen nga Gjilani, koreografuar nga Shqipron Sinani, grupi i mrekullueshëm Mad Links. Faleminderit shumë publik i nderuar e i dashur, ju përqafoj të gjithëve e posaçërisht mysafirët nga Suedia. Ndryshe, pak më ndryshe, çdo javë do të kënaqemi me shumë surprizat që do të vinë në spektaklin Odeon. Këtë mbrëmje do ta fillojmë me rubrikën personazh. Zonja dhe zotri, do të vi një personazh i vërtet, një margaritar i kombit, i cili për decenje të tëra ndërtoi piramidën e tij artistike, të cilën e bart me sukses në kurrizin e tij edhe sot. Zonja dhe zotri, Fitim Domi, Mixha Ram. Filën, ja ti shko atje. Kjo është për ju. Për mbretin e humorit, mbretin e skenës është kjo karrike. Më marrë shpik të sonte. Mundesh. Najm, këta se din një gjë një sekret, se unë i du këta ma shumë. Pa këta s'mu i mërnu unë, këtë është... Shumë këngëtar ju kanë pas frikë, ndërta edhe unë, që të këndojnë para jush se jeni shumë i njohur për të dëgjuarit e saktë të stonaturave, të kënduarit jo korrekt. Po i familjes Mula, ata gjithë janë qasi, nëna eme është Mula, Zyra Mula është solistja e parë e Radio Prishtinës. Ju jeni me pedigre në këtë drejtim, për shkak se, do më thonë, nëna juaj është solistja e parë e Radio Prishtinës në ato vite, njëkohësisht është familje apo motër e Avni Mulës edhe familjes së gjërë, e artistëve të mëdhej të këngës shqiptare. Tash është Inva e cilana, po. Tash është Inva, tezja juaj. Tezja Invi bjen, mi thonë. Ola, tezës di, shka vi bjen fëllë me të mare. Pas këtyre momenteve të bukura, Mixha Ram, do të kalojmë në një moment, unë kam pregadit këtu 10 pyetje, i quajmë pyetje rufe, të rufeshme, dhe dua përgjigje të rufeshme edhe nga ju. Gëzimi juaj më i madh. E pres. E radhëti si pas rëndësisë për jetën tuaj. Humori, moderimi, kënga. Kënga. Kënga e para, humori, moderimi pas. Qa ditë që s'ki kesh edhe s'kish nuk ernu. Kënga juaj më e dashur. Buz liqenit. Si bën? Buz liqenit ri, pres për në shikoj, sa më lëndoj. Ti e di që kur të kërkoj, sa i marë që bëhesh kot, ajo të gënjeu, kur së të kthehet do. Filmi juaj më i dashur? Du filma gjithë ditën rritu këqyrë filmave, që mu ma kujtove një gjo me film. Na që ishin neve domit në prezen. Si fmi? Si fmi, ka 30 miner, mëna në kinema. I shku një, tash polic për milic, ju thëshim atërë. I shu në ven, atje në karikë parë, nak në e gjithë. Një farë lufte Gjerman partizan, që ashtu ka qenë për para. Kërshu bënë Gjerman të partizan, fitun partizan, si gjithmona, u dëshke me fitu atëre. Gjithë filmat. Një Gjerman sun pezojnë kur që shumë shefke në për do magazën, në për do i bishin do kanta poshtë, terë, këqër, a i të milici, polici që i shu në rëndin e parë, ata halakat, tu tha, në,
Të nejtë. Çfarë mendoni për politikën? Lidhur me politikën e i dashni, na kemi hinë thes, po flenë dy vetë me një dhomë të ftoftë. Ha? Po? A qarë, po speshoj një tjetrin. Kiamet. Kë, një pënin ato ty kroat poshtë. Pak ma lag, ha? Krrr, ko dos bra hiq, krrr. O, shaq hiq, krrr. O, dashami, të shtiri, ajo. Atër, kërkur shtiri. Tha, shak i shtrut, bre? Tha, thes. Shak i nër kryt thes. Me shka e mlu, me thes. Ama për njoni së mërdhina, thët, o, jam hinë thes, thët. E bukur. Gazetarja jonë Sara Ndauka ka bërë një profil të Migjes Ram, të Fitim Domit. E ndjekim bashk? Cili tasha, Migja Fitimi, cili? Të dy bashk. Fitim Domi, apo si që njihet ndryshe Migja Ram, megjithse me prindër nga Kosova, u lind në Tiranë, por kishte fatin që vetëm 2 vite të jetës së tij të jetonte me të dy prindërit, me që në moshën 2 vjeçare i vdes i ati. Dhe pas kësaj jete e Fitim Domit mori rjedh të dhimbshme, ajo nuk u tregua as pak bujare me të. Pas vdekjes së babait, ai me të ëmën erdhi në Kosovë dhe me që gjendja e tyre ekonomike ishte mjaft e rënduar, nëna ishte detyruar që ta linte të birin për ca kohë në strehen vorfnore në Prizren. E till ishte fëmijëria e zotit Fitim Domi dhe mbase për të mos i menduar kujtimet e trishta që ja kishte falur jeta, ai u dha i tëri fillimisht pas këngës, ku ishte pjesëmarrës i të gjitha akordeve deri në vitin 1995, por edhe moderues i tyre. Përveç këndimit ai shkroi edhe shumë tekste këngësh dhe shqiproi melodi të shumta. Meq ai përveçues angleze për çka edhe ka studiuar, është folës edhe i italishtës, turqishtës dhe serbishtës. Ndërkaq aktrimi i erdhi shumë rastësisht, por ishte pikrisht aktrimi ai që i dha famën më të madhe. Pra ishte personazhi i një fshatari i mishëruar në Migjen Ram, ai që e bëri edhe më të njohur e më të dashur nga të gjithë. Fitim Domi nuk u mjaftua vetëm me artin, ai ka qenë po ashtu i apasionuar edhe pas sportit, veçanërisht atletikës, ku edhe ishte kampioni i Kosovës në 1500 metra. Gjithashtu ishte njëri prej futbollistëve të klubit futbollistik Llapi të Podujevës. Por si duket kjo nuk e sfidonte shumë, andaj provoi edhe sporte ekstreme siç është parashutizmi. Por vitet kanë kaluar dhe dëshira për tilla ekstreme është paksuar, andaj zoti Fitim Domi tani tër energjinë e tij po e shkri në personazhin e Migjës Ram në emisionin satirik Mbrëmje Gazmore. Me tërë veprimtarin tuaj, me artin tuaj që keni bërë, keni qenë vetë jeta e këtij kombi. Unë ju anonqova si margaritar i këtij kombi që jeni. Na thuaj të lutem vërtet, si ka qenë fëmiria juaj? Po si them, jam një shumë i dbum atëherë, kur më kalon nëna në strenë vërfnore, po e më kalon për të mirë, që atje shkëshin, u dërkëshin atëherë mas luftës fëmijët e herojve. Do më thonë kom hi me fëmijët që kanë pas për kujdesje shumë të veçantë. Jo, një vllaf i thonë këta. Me intervenime. Me intervenime, me qashtu kom shku, ku se kom pas venin, bëllke që nisha vetën si të bum për i nonës, apo din? Por kushtet kanë qenë pak më mirë se në... Jo, mirë, për shkëllqyshme. Unë qëfar kushtet fleshim me nonën shpinë për shpinën firi, zdin këta shka firi, bile. E unë lëshim me një palë të nonës. Në periudhën e ditëve të vështira të... Qartë, ditëve të vështira. Kur u kthyn nga Tirana? Kur u kthyn për Tiranës, po s'kishim ku më janë gjitë,
E di si është kur në familje shqiptare gjitha qashtu kur vdes burri, kërja kthehet te babaj vet. Shkollën fillore mbaruat në Prizren. Të mesmen? Të mesmen një pjesë në një pjesë në Pej, një pjesë Prishtinë. Normale. Në normale. Po. Më pastaj keni studiuar anglishtën. Normale, po, mande studiuar anglishtën. Mi xharam anglishtën? Ha? Pse keni studiu ju? Jo, që sham ka bo njoni, por zotën. Ishim në Londër, të një mësafir shqiptar në restoran, edhe të najt na, po delaj, aj, s'po din që më madhnoj mu, azen vlasi po flet dishka në televizion. Mirë po ta nuk i e përfolshin azemin, në anglisht. Unë i pëthëm këti djallit, të lutëm, thash tani, që ka po thot azemi? Thafim më gjeram, sa është i full anglisht. Sepse mizas flet anglisht. Jo. Thash unë e kom studiu anglishtën. Ti kish në shkolla? Atëherë më thujt lutëm, si u kriju Migjaram? Si u kriju emri personazhi Migjaram? Që si u kriju? Gjatë kooperativa e studentëve, ku shkëshin aktorët prej qershorit deri në gusht nuk thejnë teatr, shkojnë. Ata e bëjshin orën gazmore. E tash për mos me lon rezerva, edhe mos me lon terminin thot, na thirrën neve të kooperativëve studentëve, hajdeni me zavencu. E kishim Krist Berishën regjisor, lexon, na i pshin tekstet, na lexo tekstet, po vjen një tekst, për thret njoni e kish një grun me yzër i Suarekës e për thret spitalin Prizren. Po mora telefon, alo! Hajde bre se kem grun me yzër. Her shtaturi, erdhen aktorët, e në nalëshun. Po fillun me parapagime ka qenë radio. Fillun njerës mos më i pagu. Qato ratat e parapagimi, ku di une. Fillun me ju kusht, ose këtheni qatë... Aktorët me honorare, ha? Po. Ose këtheni qatë katunar, ose na mo... Në më thonë, pas kërkesave të pa fund, për mi gjeneral, ju fillut me zhvillu këtë personazh pastaj. Ashtu. Po, i pari që ka shkru për mi gjeneral, ka qenë, fillun mas nëjse mas i përkërkojnë, adi unë zisha, unë argjita me tekste, një faqe, filloj me shkru Tahir Ajazi, Drenicak. Interesant, 3 Drenicak kanë shkru për mi gjeneral. Tahir Ajazi? Tahir Ajazi, mas Tahiri Trifat Kuker Indiri. Po. Mas Rifatit tash Daude Maku shkruan. Migjaram, ju më vonë keni kënduar në për festivalet të ndryshme. Jo më vonë, por në atë periudhë, pikrisht, kur keni zhvillu personazhin e Migjesram, ju edhe keni kënduar, edhe keni moderuar, edhe keni mbajt koncerte. Në cilat festivale kryesisht keni kënduar, në çfarë momentesh? Akordet që ushin ato atërë. Akordet e Kosovës, akordet e famshme. Po, akordet. Në profilin tuaj, ne dëgjuam plot gjëra. Një poliperformues, sportist, vrapus në 1500 metra, parashutist... I parin Kosovë, kom që 1500 metra. Kampion në Kosovë. Kampion Kosovë. Mban mend vitin? Jo, për zonë. Se mban mend vitin? Jo, kom që 5 për aeroplanit. Si parashutist? Si parashutist. Po veç... Veç me të regu, na em kur kom që ishte, nuk është si këtë aeroplanit që po i shofin tash, që dalin ka 30, jo, a i bujqis, a i lesit, qasi aeroplane. Vesh t'je piloti jem, rana. Dush mu që me dalin kra, kur thot a i këse, se ndalsh për para i pret venin ku me të shu, edhe si mas frymës. E thot, tha dil, unë e dul, shumë shpejt kom dal. Këse, qëfar kësimi kopa ati se është qështu, piloti me qelun, ti je për para, një parashut rezerve e ki këtu, ti je të ramrapa. Tha, që të dorën parashut rezerve, që të dorën parashut rezerve. Kum ka këthy, thonë, këse mu pre filmi mo. Shka u bo ma nej se di. Veç kur u qel, ati...
A di që sho, për inercionit, kur qelet, jetë shku si plumi, kur qelet, ajo, vup, musët qara, ku thash ma nëgjiti për krej, kuj po thot hajde këse. Shka u bëha, ku bëha. Kjo dhunti, me qujtë e poliglotizmit, që flisni shumë gjuhë, është dhunti apo dëshire pa fund e juaja që të mësoni gjuhë të tjera? Jo, dëshirë, jo. Mu kanë imponu në em. Qyshe, shka te kur që m'ull me pësu në gjuhë. S'il vous plaît, monsieur, parlez-vous français? Mais oui, mais si tu ne vas pas côte à côte avec ce qui tombe pour la liberté, cela ne cède à rien demain. Compris? Që do të thotë? Që do të thotë, në qofë se nuk kish ku krah për krah me ato që ka ro për liri, s'kish ka me kalëzu për të nesër, më në hiç kur gjo. Tu ishe tit në male kodë, kuj blekule qit me not, me një kosh ma bukur shkodër, ty të gjitha lule bor. Je vogël more plot, ty të kërkojun tash sa mot, unë ty të kërkoj, si me ty jetë ta qoj. Eja, lule bor, se me ty do turkuror. Eja, lule bor, se me ty do turkuror. Shumë këngëtar ju kanë pas frikë, ndërta dhe unë, që të këndojnë para jush se jeni shumë i njohur për të dëgjuarit e saktë të stonaturave, të kënduarit jo korrekt. Po i familjes Mula, ata gjithë janë qasi, nëna eme është Mula, Zyra Mula është solistja për Radio Prishtinës. Ju jeni me pedigre në këtë drejtim, për shkak se, do më thonë, nëna juaj është solistja për Radio Prishtinës në ato vite, njëkohësisht është familje apo motër e Avni Mulës edhe familjes së gjërë, e artistëve të mëdhej të këngës shqiptare. Tash është Inva e cila na po. Tash është Inva, tezja juaj. Tezja Invi bjen mi thënë. Ola, tezës di, shka vi bjen fëllë e vetë mare. Pas këtyre momenteve të bukura, Migjaram, do të kalojmë në një moment, unë kam pregadit këtu 10 pyetje, i quajmë pyetje rufe, të rufeshme, dhe dua përgjigje të rufeshme edhe nga ju. Gëzimi juaj më i madh. E pres. Radheti si pas rëndësisë për jetën tuaj. Humori, moderimi, kënga. Kënga. Kënga e para, humori, moderimi pas. Qa ditë që s'ki kesh edhe s'kish nuk ernu. Kënga juaj më e dashur. Buz liqenit. Si bën? Buz liqenit ri, pres për në shikoj, sa më lëndoj. Ti e di që kur të kërkoj, sa i marë që bëhesh kot, ajo të gënjeu, kur së të kthehet do. Filmi juaj më i dashur? Du filma gjithë ditën rritu këqyrë filma, veç mu ma kujtove një gjohë me film. Na që ishin neve domit në prezen. Si fmi? Si fmi, ka 30 miner mëna në kinema. I shku një, tash polit për milici ju thëshim atërë. I shu në ven atje, në karik të parë, nak në e gjithë. Një farë lufte Gjerman partizan, që ashtu ka qenë për para. Kërshu bënë Gjerman të partizan, fitun partizan, që gjithmona, u dëshka me fitu atëre. Në gjithë filmat. Një Gjerman sun pezojnë, kur që shumë shef kene për do magazën, për do i bishin do kanta poshtë, terë, këqër, ajtë milici, polici që i shu në rëndin e parë, ata halakat, tu tha, në.
Demek, ne? Për një. Çfarë mendoni për politikën? Lidhur me politikën e i dashni, na kemi hinë thes, po flenë dy vetë me një dhomë të ftoftë. Ha? Po? A qarë, po speshoj një tjetrin. Kiamet. Kë, një pënin ato ty kroat poshtë. Pak ma lag, ha? Krrr, 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 ko dës bra hiq, krrr, krrr. O, shaq hiq, krrr. O, dashami, kërshiri, ajo. Atër, kërshiri. Tha, shka ki shtrut, bre? Tha, thes. Shka ki nër kryt, thes. Me shka e mlu, me thes. Ama për njoni se mërdhina, thët, o, jam hinë thes, thët. E bukur. Sa jeni i sinqert, Migjaram? Jam i sinqert dejnë primitivizëm. Në Gjilan ju ka sjell problem një shishe në vitet të shkuara në për koncerte. Që shkum Gjilan koncert, ha? I dhësi Krasni që e vudhishte programin. Dole, une hypan bin aplauz, më si për Migjaram. I vëzi atje, Migjaram, shka po lyp? Thash, a di qka e vëzi? Këtu në Gjilan hisë se din ka t'hin. Këtë do përqafoje me dëshirë sonte. Ty, vallaj. Ty që më rritëm të më këtë. Po tim dhe i tim punë e këtu.